ku tregojmë një histori që thuhet që i ka ndodhur Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, e cila ndërlidhet me çështjen e furnizimit halal dhe furnizimit haram. Thuhet që Aliu radhiyallahu anhu një ditë ka shkuar në një vend të caktuar apo në treg, Allahu dhe mësëmiri, edhe aty ka pa një djalosh të ri i cili është marrë me diçka. Edhe i ka thënë, të lutem mbaje kalin që është imi, si më ndarroje mos e prekën e kush, derisa të dalë. Ka shkuar Aliu radhiyallahu anhu për të kryer punët që i ka pas. Mirë, por kur del prej atij vendit, prej atij objektit, e shef nuk është kali. Leni që nuk është kali, por nuk ka qenë edhe ai personi që ka pas përgjegjësi që ta ruan kalin. Prandaj është detyruar të shkon përsëri në treg që të blen një kal tjetër. Kur shkon atje, e shikon këtë djalin aty, i cili e ka qit për shitje kalin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. E dërgon shërbetarin e vet. Edhe ai kur e shef kalin e Aliut, thot, "Ki kali, po thot, kushton 1 dinar." Në rregull, thot, "Çe kur ke 1 dinarin, edhe e merr kalin." E blen kalin që e ka pas realisht Aliu radhiyallahu anhu. Kur i tregon Aliut ki shërbetari i vet, thot, "Kështu më ndodhi." Thot, "Wallahi e kisha ndërmend që kur të dalë prej atij ta paguaja 1 dinar këtë personin, e cila ka pas vlerë në atë kohë. Mirë, po të njëjtën vlerë, të njëjtën pasuri e fitoi me haram, me diçka e cila është e vjedhur. Ai të ta merrte atë 1 dinarin me halal, mirë, po e gjeti me haram. Kështu që vëllazën, jeta e tillë është. Allah subhanahu wa taala pasi formohet, pasi e krijon fëmin në barkun e nanës për një kohë periudhë të saktuar, pastaj e dërgon me lekun mes tjerave t'ia shkon riskun e tij. Risku i njeriu është i caktuar deri ditën e gjykimit. Secili prej nesh e ka të caktuar riskun, gjë për të cilën nuk duhet të shqetësohemi. Mirë, po duhet të shqetësohemi se si e fitojmë atë, se nga vjen ai risk. Vërtet që Allah subhanahu është furnizuesi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që vërtet thotë që risku e gërkon robin ashtu siç e gërkon e xheli. Njeriu mund t'i largohet e xhelit, vdekjes, nuk mund t'i largohet. Edhe kjo është për çështjeve që Allahu ka caktuar prej në barkun e nanës. Po njëjtë nuk mund t'i largohet edhe riskut të tij. Prandaj besimtari duhet të mbështetet Allahut subhanahu wa taala, nga se vërtet Allah është kujdesar i të gjithë robërve të tij, domethënë. Allahu furnizon, siç thonë ne, edhe peshkun në det, pa jo njeriu i cili mes tjerash jeton mes begative, mes njerëzve, mes shoqërisë së të tjerëve. Prandaj ta kërkosh rrezikun në halal, nuk besoj që sot është vështirë. Mirë, po në realitet problemi është tek ne, pasi njeriu gjithmonë e gjen apo e kërkon rrugën më të shkurtër drejt furnizimit. Edhe kjo është prej shenjave të kiametit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që do të vijë një ditë ku njeriu nuk do të shqetësohet se nga e merr pasurinë e tij, nga e merr furnizimin e tij. A e merr me halal apo e merr me haram. Edhe me këtë e përmbyllim dhe lutim Allahun subhanahu wa taala, Allahun me të gjitha emrat e tij të bukur dhe të gjitha cilësitë e tij të larta dhe të përsosura, të na bën prej robërve të cilët e kërkojnë riskun me halal, mundohen drejt halalit, mundohen drejt devotshmërisë, për të mos i kalu kufit e Allahut subhanahu wa taala, nga se vërtet që kush i kalon kufit e Allahut, do ta gjen të kundërtën e asaj që e kërkon. Njeriu mund të kërkon pasurinë, po Allahu t'i jep të kundërtën, nga se vërtet që do të shkojë ajo e Allahut edhe nuk do të shkojë ajo tona. Dhe përsëri lutim Allahun që Allahu të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron dhe t'i fut në xhenete, të devijuarit në mesin tonë Allahu t'i udhëzon, edhe të udhëzuarit Allahu t'i përforcon në rrugën e tij, nga se vërtet që pa udhëzimin dhe pa përforcimin e Allahut, se gjithë jemi të humbur, të gjithë jemi të dobët, të gjithë jemi të devijuar. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.